Unë kam lindur në Hamburg të Gjermanisë. Të lindësh dhe rritësh në Gjermani nuk është diçka e jashtëzakonshme pasi që ky vend ka mbi 80 milion banor. Por është krejt e pazakont që ta lësh Gjermaninë dhe të vish në Kosovë për të jetuar. Në rast të ngjashëm mund të hasësh kur vi në Kosovë për bashkim familjar, por shumë rrallë janë ato raste që vijnë këtu për t'ua kujtuar Gjermaninë e dikurshme. Çdo gjë. E dini, Kosova është shumë si Gjermania në vitet e 80-ta dhe kjo është pse jam ambientuar këtu. Të jetosh standard është e thjeshtë dhe kështu je më e lidhur, shumë më e lidhur me ambientin. Kjo është diçka shumë e mirë dhe unike. Pra, kjo është arsyeja kryesore pse Gjermania, Carolina Jordan, është kthyer në Kosovë. Shqiptarë që jetojnë në Gjermani ishin ata që ndikuan deri tek vendimi i Carolinës. Njëri nga djemt e fondacionit tonë është shqiptar. Dhe ai më tha pse s'po shkon në Kosovë dhe në fund të kësaj ne vendosëm të vim në Kosovë dhe kështu rodhi situata. Pasioni për kuajt dhe kalorimin për të e bën Kosovën shumë atraktive. Ajo që tashmë jeton në komunë të Kamenicës, thotë se preferon jetën në fshat para qytetit, përkundër që ka jetuar në shumë vende të botës. Kuajt janë qendra e jetës sime që kur unë isha shumë e re. Që kur isha 10 vjeçe, në Gjermani fillova më vonë të mësoj trajnimin e kuajve nga familja ime dhe më vonë bëra trajnime me kuaj në shumë shtete si në Angli, Irlandë, Francë dhe 10 vite qëndrova në Spanjë, e cila është një nga shtetet më tradicionale për kuajt dhe për trajnerët e kuajve në botë. Është një vend special. Po si që thash, unë kam qenë pasionuar pas kuajve. Që kur isha fëmijë, fotografia e parë e imja që ekziston është në Kali, duke qëndruar. Isha vetëm 1 vjeçe. Dhe më vonë ne vizituam Spanjën dhe Tunizin, dhe nuk di si ta kujtoj si jam dashuruar në kuaj. Aktualisht, unë jam duke punuar si një trajnere, por për mua është më shumë se një punë. Është një stil jetese, pra shumë më shumë se një pasion dhe është një pasion të jesh me kafsh dhe të kalosh kohën tënde me këto krijesa të mrekullueshme. Pra është një stil jete, një rrugë e jetës. Është komplet ndryshe nga një jetë e qytetit. Thotë se kosovarët e kanë mirë pritur. Ajo shton se zehjen e trajnerës së kalirimit po e praktikon dhe se të punosh në Kosovë nuk e ka të vështirë. Gjithashtu ofroj edhe trajnim me kuaj, nëse kërkohet për fëmijë, gra, çifte apo kompani. Për gratë dhe fëmijët, ky program është veçanërisht i vlefshëm për të gjetur forcën e tyre të brendshme dhe lidhjen me veten, si dhe për të lënë pas frikën, ankthin dhe pasiguritë. Nuk është as pak problem të punosh si grua e huaj në Kosovë. Karolinë është e dashuruar në punën e saj, të cilën e bën çdo ditë me ndjeshmëri të lartë. Është e rëndësishme që të kujdesesh për ta, të ju dhurosh ushqim, të pastruan hapësirat dhe të krijosh jetë mirë për kuajt. Pra unë filloj duke i ushtruar kuajt njëkohësisht e ushtroj veten time. Kështu koncentrimi i kuajve është primar. Rutina ditore nis duke punuar me ata në mëngjes. Pra ka ndonjëherë edhe meditime me veten e tyre dhe pasdite është pak a shumë njëjtë. Por koha më e mirë është në mbrëmje kur gjithçka është e përfunduar. Çdo gjë është gati. Kuajt janë në vendet e tyre të rehatuar duke ngrënë vaktin e tyre të mbrëmjes. Derisa sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, nga Shtetësia e Kosovës gjatë vitit të kaluar kanë hequr dorë mbi 1200 persona, Carolina Jordan po jeton dhe planifikon të ndërtojë ëndrrën e saj në vendin tonë. Nëse nuk je duke e bërë atë që je duke ndjerë nga brenda, je duke humbur vetëm jetën tënde. Unë do të trajnoj kuaj dhe do të jem me kuaj deri në frymën e fundit të jetës sime. Pas 10 vitesh, besoj se do të jem duke ndihmuar njerëz që të kuptojnë kafshët, sepse ndonjëherë është e vështirë edhe për kuajt.